Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju përshëndesim këtu nga studio e Radio Marisë në Prishtinë. Së bashku me mua në studio është Sonja Edliraja Jaga Kqiku, pedagoge në edukimin e hershëm të fëmijëve. Mirë se ke ardhur Edlira. Të falenderoj për ftesën. Të dashur dëgjues, sot është data 1 qershor, dita ndërkombëtare e fëmijëve. Prandaj e kemi edhe një emision të veçantë kushtuar qenies më të bukur njerëzore që janë fëmijët e që janë e ardhmja e secilit vend. Së bashku me Edlirën do ta trajtojmë një temë ndryshe prej herave tjera, më të veçantë, si t'i lejojmë fëmijët ta jetojnë fëmijërinë. Fëmijëria është një nga periudhat më të bukura e gjithashtu edhe më të rëndësishme të jetës së njeriut. Është koha e lojës, e zbulimit, e gëzimit dhe formimit të personalitetit. Në një botë që ndryshon me shpejtësi, fëmijët përballen edhe me sfida të shumta. Është rëndësishme gjithashtu të ndalemi dhe të reflektojmë se sa po ua mundsojmë atyre ta jetojnë plotësisht këtë etapë të çmuar të jetës së tyre. Për të biseduar më gjerësisht mbi këtë temë, së bashku me Edlirën, pedagoge në edukimin e hershëm, do ta trajtojmë së bashku. Gjithashtu do të trajtojmë rëndësinë e fëmijërisë në zhvillimin e fëmijës, sfidat me të cilat përballen fëmijët sot, si dhe rolin që kanë prindërit, edukatorët dhe shoqëria në ruajtjen e kësaj periudhe të pazëvendësueshme. E ne ju ftojmë të na ndiqni. Edlira, faleminderit që ke pranuar ftesën me trajtu një temë të tillë pikërisht sot në ditën që u dedikohet fëmijëve. Si fillim, çfarë nënkuptojmë kur themi se fëmijët duhet ta jetojnë fëmijërinë e tyre? Shumë e lumtur që sot do të flasim, ne gjithmonë flasim për fëmijët, se në këtë emisionin tonë, por sot do të flasim më lirshëm për atë lirinë që duhet t'ju alam fëmijëve dhe jam shumë e lumtur që e organizojmë këtë emision. Çka do të thotë liria, çka do të thotë ju alejojmë ta jetojnë fëmijërinë, se fëmijët janë të mbarur nga të rriturit. E prandaj të rriturit kanë një përgjegjësi të madhe për ta jetuar fëmijërinë fëmijët. Dhe nga ne të rriturit, prindër apo profesional, ne duhet t'ju lejojmë, t'ju krijojmë hapësira hapësira që ato të luajnë, të zhvillohen, të eksplorojnë të lirë në atë, gjithmonë duke e përcjellur duke rritur ritmin e çdo fëmije, se nuk janë të gjithë fëmijët e njëjtë, secili ka ritmin e tij, dhe duke mëtuar edhe kufijtë e qartë, si ne kemi folur disa herë për kufijtë, ajo liria, hapësira duhet të krijohet, por me kufijtë të qarta. Çka do të thotë të ndjekësh ritmin e fëmijës, se të kujdesesh për mirëqenien e fëmijës. Kjo është që secili fëmijë është unik dhe duhet të mos se kemi atë presionin e krahasimeve, që disa herë edhe këtë e kemi përsëritur, por edhe sot është e rëndësishme të thuhet, të theksohet. Cilat janë sfidat më të mëdha që sot po u marrin gëzimin e fëmijërisë fëmijëve? Por sot ndoshta do të jetë edhe pak kritika për prindërit dhe për profesionistët që merren me fëmijët, por kritika konstruktive për ta ruajtur është një sfidë, se tash kemi një ngarkesë. Unë mendoj që shumë i ngarkojmë fëmijët, sidomos edhe në shkollë, me mësimet e shkollës, por edhe me aktivitetet jashtëshkollore. Kam dëgjuar shumë prindër, e kam në kurs këtu, në gjuhë këtu, në sport këtu, në muzikë këtu. Do të thënë, krejt këta janë të udhëzuara. Edhe i japim pak atë lirinë fëmijës të mendon me mendimet e veta, edhe të ketë kohë dhe për zbavitje, sepse po ajo zbavitja, që ajo koha e lirë që nuk ti e udhëzon, ja jep atë kohë të lirë, aty se shpesh themi është një fëmijë që mërzitet, por s'ka problem, mundet të jetë i mërzitur fëmija, se ajo mërzia është motori i imagjinatës dhe kreativitetit. Aty fëmija fillon të mendon me trurin e vet, se çka do të bëj unë. Kjo është puna më e mirë, se t'ja ke dhënë atë liri. Prandaj unë mendoj që sfida më e madhe është që sot prindërit mendojnë se gjithçka duhet t'u azëm këtë kohën, nuk duhet t'u alam kohë të lirë, se mos marrin një rrugë të gabuar. Por
Në një farë forme, po ja u vjedhim kohën fëmijëve, që ata me shijojnë në mënyrën që ata kanë dëshirë. Më vinte shumë keq ta them këtë termin. Është një realitet, për po fat keq. Është të vjedhim, por duke dash të ndihmojmë, ne u marrim lirin. E ju a vjedhim fëmirin. Edhe jemi duke kërkuar me bë fëmijë perfekt, në anën tjetër nuk po i verifikojmë aftësitë cilat i ka fëmia. Kështu që duhet me lënë pak më shumë hapësirë. Më ndjekim çdo ritmin e fëmijës pa presion dhe krahasime. Elira, fëmijët sot jetojnë në epokën e teknologjisë. Sa është duke ndikuar edhe teknologjia, përdorimi i tepërt i telefonave, rrjeteve sociale? Fatkeqësisht, unë disa herë, prandaj ky takimi sotëm është një përmbledhje të gjitha takimeve që kemi bënë edhe kemi folur për teknologjinë, edhe nuk them që duhet të largohemi krejtësisht prej teknologjisë, se është epoka e teknologjisë për të gjithë, për ne të rriturit dhe për fëmijët. Por çka e ndalon atë teknologjinë? Momentin që prindërit marrin iniciativën të dalin jashtë, në gjelbrim, në natyrë, që fëmia të ketë marrëdhënie me natyrën. Aty ti e largon nga teknologjia, edhe është një detyrim që fëmijët të përgatisim të ndërtojmë parqe për fëmijët, si në komuna, si prindërit të marrin këto iniciativa, të nxjerrin fëmijët jashtë, të luajnë, të vrapojnë, të ndyten, edhe ose në vend kohës që e kalojnë me lojnë në telefon, është më e mirë me bo një lojë tjetër brenda ambientit familjar se sa me fokusu edhe kjo është shumë e rëndësishme, por atë kohën e lirë të prindërve, kohën cilësore që e kanë ta kalojnë me fëmijët e tyre në të jenë bashkë si familje. Nëse jashtë nuk kanë mundësi, është koha e keqe, gjithmonë mundemi edhe brenda, ose të bëjmë kuzhinë, ose të luajmë lojra sociale që janë ato që kemi luajtur ne në fëmirin tonë, po kemi luajtur shumë se s'kemi pas teknologji. Këtu deshta me ndërlidhet Lira, në të kaluar jemi socializuar më shumë edhe me fëmijët e lagjës. Kështu që tash fëmija janë shumë të kufizuar, kalojnë kohën e tyre të lirë vetëm në ambientin e familjes, vetëm në shtëpi. Pastaj është e domosdoshme ata me përdorë edhe teknologjinë, për shkak se nuk kanë çka me bë tjetër. Sikur të kishin pas shoqëri të ambientit aty ku jetojnë, ata munden me dalë, me lujtë së bashku, po mendoj që edhe socializimi me fëmijët e tjerë është ty u mungu. Jo vetëm me fëmijët e shkollës, po edhe me fëmijët e lagjës kishin mund të me bëjë një gjë jashtëzakonisht mirë. Kjo është shumë e rëndësishme fëmijët e lagjës. Ne jemi rritën, fëmirin time ose edhe e jotja. Se shpesh unë tash po e them një fjalit kur ka qenë djalimi i vogël, më thonte unë nuk kam shok të lagjës. E dinte se sa e rëndësishme është të kesh shok të lagjës, jo vetëm shokët e shkollës. Por nuk e di tash, prindërit kanë këtë frikën që t'i lanë, se ka me të vërtet hapësirat janë të shumë me ndërtime të reja, mendojnë shumë pak për hapësirat të gjelbërta për fëmijë. Ndërtimet unë e shoh këtu shumë unë e shoh Prishtinën, se jetoj në Prishtinë, por edhe qytetet tjera janë të ngarkuara me ndërtimet, edhe pak mendojnë të krijojnë gjelbërim, parqe që fëmijët të dalin në park e të takohen me fëmijë të tjerë. Se kemi thënë disa herë që fëmia zhvillohet me bashkëmoshatarët e vet, se jo vetëm me prindërit. Mirë, po është edhe një dukuri tjetër që ju mungon fëmijëve sot. Në të kalumen ka pas edhe brenda familjes më shumë fëmijë, ndoshta që kanë jetuar edhe me familjen më të gjerë, ndërsa sot janë një fëmijë dy brenda familjes, është vetëm një fëmijë vetëm, edhe i mungon edhe ai socializimi me tjerë, se rritet vetëm me mosha shumë të mëdha se sa mosha e vet. Jam dakord shumë me pyetjen tënde, por duhet të gjendemi në epokën që jetojmë, edhe të mundohemi të bëjmë edhe takime, për shembull kur prindët takohen me shoqërinë, të takohen me fëmijë, me ato shoqëri që kanë fëmijë, të mendojnë më shumë pak për fëmijët. Se është një epokë jo e lehtë. E tash këtu na ndërlidhet një pyetje tjetër, apo ju kërkojnë fëmijëve të rriten më shpejt me këtë ritmin e jetës? Po shumë, po ngarkesë që e përmenda më herët, fëmijët kanë shumë ngarkesë. Përveç se edhe ne prindërit duam ta udhëheqim jetën e fëmijëve. Edhe shkolla, për shkak se po përsëritem disa herë te ritmi i fëmijës, nuk duhet të jetë ky presioni për të mësuar sa më shumë, për të bërë fëmijë perfekt. Duhet
të fokusohemi te ajo përpjekja e fëmijës që don ta mbrin, po jo te rezultati, jo te ai perfeksionizmi. Ai fëmijë bën një përpjekje, edhe ne të pajtohemi me atë aftësinë që ka fëmia, se nuk mundemi të krijojmë fëmijë të njëjtë në shoqëri. Edhe shkolla të ketë kujdes, edhe prindërit, që ta pranojnë fëmin ashtu siç është. Nuk e di, ti e ke pastaj një pyetje për emocionet. Po, tani do të ndërlidhem vetëm deshta me shtu diçka. Mendoj se edhe shkollat janë duke ngarku jashtëzakonisht me detyra, me angazhime të ndryshme, projekte, tash fëmijët që është në shkollë fillore bëjnë projekte të ndryshme, gjë që duhet me i lënë fëmijët pak më të lirë kur shkojnë, shpese janë të ngarkuar mjaft kredite në shkollë, kështu që le të kenë edhe kohë për veten e tyre. Se edhe prindë janë t'ju marr kohën, edhe shkolla ju marr kohën, tani normal që po ja u vjedhin me një farë forme fëmijërinë e tyre. Ndërsa sa i përket zhvillimit emocional, sa ka rëndësi loja në zhvillimin emocional, social dhe intelektual të një fëmije? Se e dim që shumë lojna i rrisin këto aftësi. Unë e kam atë pikën më të në edukim, mendoj shumë anë ndjenja, të njohja e ndjenjave të fëmijës, anën emocionale të fëmijës. E kemi për shembull një fëmijë nuk i marrim shumë parasysh, i minimizojmë emocionin, ndjenjen. Thomi, hajtë se nuk ka frikë fëmija, ne nuk e njohim ndjenjen e frikës, thomi ti je i madh tash, nuk ke nevojë të kesh frikë, por ai është fëmijë, ai duhet të ketë edhe frikë, duhet edhe ose të gëzon, të bërtet, po jo mos bërtit shumë. Jo gjithçka e kontrolluar në maksimum. E emocioneve, ose për shembull qanë fëmia, a kam mundësi të rritet një fëmijë pa qarë? Jo, unë e tham gjithmonë jo, nuk ka mundësi të rritet një fëmijë pa qarë. Po jo ti mos u bën bebi tash, ti je i rritur, pse të qash? Lejoni ti përjetojnë ndjenjat e tyre, emocionet e tyre, edhe ne të rriturit ti njohim ndjenjat e tyre. Ke të drejtë të jesh i mërzitur, ke të drejtë të jesh i gëzuar, ke të drejtë të qash kur e lëndon këmbën, jo të thosh s'ke kur gjo asnjë. Edlira, e përmende një fjalë, zakonisht kam dëgjuar shumë prindë që ju thonë ti je i rritur. Kjo është fjala Kjo mendoj që e ndikon jashtëzakonisht në zhvillimin emocional fëmijës, se ai e konsideron veten që jo mritet dhe mendon që është vepruar në mënyrë të gabuar. Le ta lejojmë fëmijën pikërisht në moshën që është, i bëj edhe veprimet që i takojnë asaj moshe. Se rritet shumë shpejt edhe ka më i mungu pastaj fëmijëria. Ktu është ajo që kur është të fëmijë të trajtohet si fëmijë. Kur është i rritur, trajtohet si i rritur. Po se pasojat, kur ti rritesh, thu unë nuk e kam jetu fëmijërinë, unë nuk e kam bë kur kam qenë këtë fëmijë. Për shkak se të është ndalu kjo ndjenjë, kjo shprehje e emocioneve, të është ndalu në mënyrë se jo që prindi don të dëmtoj, por në mënyrë të pavetëdijshme, po të dëmton ose ta merr fëmijërinë, se nuk e ka, prandaj dhe këto emisionet janë për t'ju dhënë sa më shumë informacion prindërve dhe profesionistëve që fëmia të jeton fëmijërinë edhe me të gjitha emocionet. Është fakt që sot fëmijët gëzojnë të drejtën me pas lojra nga më të ndryshmet që i zhvillojnë ata edhe intelektualisht, që në të kalume na kanë mungu neve, kemi pas disa lodra shumë të kufizume dhe me ato jemi knoq. Sot kanë ma shumë mundësi edhe me u knoq fëmija edhe njëkohësisht me u zhvillu, po nuk e kanë kohën. Nuk e kanë kohën se janë t'ja u marrë prindërit, të cilat janë keq, por i kundërshtoj jashtëzakonisht shumë fëmija duhet me jetu fëmijërinë e tij e jo me ngarku në masë jashtëzakonisht madhe, ashtu siç po e vrej tek shumica e fëmijëve. Edhe kur e përmende anën intelektuale, po, pastaj pengesë është se gjithmonë është i mësuar të jetë i udhëhequr, nuk i lam atë hapësirën e lirë që ai të mendon vetë, gjithmonë pastaj edhe gjatë jetës ka me prit gjithmonë që dikush tjetër t'ja drejton jetën, nuk ka me vendos vetë. Këta janë edhe për krimin e vetbesimit, si kemi folë shumë herë për vetbesimin. Duke e udhëhequr gjithmonë, unë jam shumë dakord të udhëzohet fëmia, por gjithçka kujdesi mos të jetë i tepruar. Edlira, çfarë roli kanë prindërit në ruajtjen e ekuilibrit mes shkollës, aktiviteteve edhe kohës lirë të fëmijëve? Prindët janë më të organizuar, ato janë të rritur, ato duhet të shohin a është tepër të shkolla, sa orë ka në shkollë, sa po e çojnë në sport, sa po në muzikë, apo në
tash është Në kurse shumë të modë, ndryshme. kurse të ndryshme të gjuhës. Edhe është e rëndësishme që i rrituri, unë thash, fëmia varet nga i rrituri. I rrituri të ketë parasysh këto, mos të ketë këtë presion kaq të madh, këtë ngarkesë fëmijës, se truri i fëmijës nuk është një tru i të rriturit. Duhet ta kemi parasysh që fëmia është duke u zhvilluar gradualisht, nuk ka atë perceptimin që mendojmë të rriturit që munden fëmijët të arrijnë. Prandaj shumë shumë kujdes nga mbi ngarkesa. Etlira, si mundemi me Se dallu dia, që është një mjaftueshëm po pyetje. jashtëzakonisht mirë e elaborume, edhe po du me u ndërlidh këtu. Tek këta fëmijë që kanë ngarkesë, si mundemi me arrit që me kuptu se ata janë duke përjetuar një presion ose një stres brenda vetës, se ka shumë fëmijë që nuk arrin me shpreh te dikush, po janë veprimet e tyre të cilat na tregojnë. Shenjat e para, po shenjat janë edhe mund të jenë te ndonjë fëmijë, ndonjë presion i madh o shfaqet edhe fiziologjikisht, për shembull një dhimbje stomaku, një dhimbje barku, një reaksion fizik ose të syt ose një nervoze e fëmijëve, agresiviteti i tepruar. Duhet me të vërtet mund të jetë pastaj ajo mbirngarkesa që me fjalë fëmia nuk e thot mjaftni se unë nuk mundem, nuk e thot si i rrituri, por mund të ketë pasoja në shëndetin e fëmijës. Unë kam pas shumë fëmijë që ajo e qara e tepruar ose edhe gjithmonë ankohen që kanë dhimbje barku edhe shtrëngime, se është ai stresi që ndikon në shëndet. Po, brenda vetës edhe nuk e kam shpreh pas me të shumë tjerët. fëmijë që stresi thot më dhe mbarku, por ajo s'ka lidhje asgjë me çik është i sëmur, por ajo stresi ngarkesa. brendshëm. E duhet vërtet prindërit i marrin parasysh çdo shenjë që shfaq fëmia. Edhe donjëherë shoh edhe fëmijë të heshtur, pata rastin 2-3 fëmijë t'i takoj dhe thash çfarë dëshire keni? Se thash një sëridin që është 1 qershori, të flasim për fëmijët, çfarë dëshire ke ti? E njëri më tha, unë e kam tani dëshirë, tha të lexoj. Po tash ti e paske shumë të mirë. Dëshirën edhe të realizueshme. Edlira, çfarë mund të bëjnë shkollat, komuniteti dhe institucionet vendore për me mbrojtë të drejtat e fëmijëve edhe me ju leju atyre ta jetojnë një familje të lumtur në vendin tonë? Shkollat njëherë duhet të rregullojnë programin shkollor të mos jetë shumë i ngarkuar, të ketë orë edhe të argëtimit. Për shembull, ka shumë unë e njoh shumë programin Zvicër edhe e di edhe e njoh për shkak se i kam pas fëmijët aty. Vërtet shkolla është gjithë Mësim tërditor, por ka shumë aktivitete përveç sportive të lira, të bëjnë punime dore, të bëjnë kuzhinë, edhe kjo e ndihmon që të largohen pak nga aty janë të lirë të veprojnë, nuk janë shumë nuk kanë. Edhe prej këtyre aktiviteteve ti e vren edhe talentet që kanë fëmijë të ndryshëm. Po, zbulojmë shumë talente dhe dikush në art, dikush në kuzhinë, janë talente të ndryshme. Një program i pasur shkollor, edhe qyteti, komuna duhet të ketë sa më shumë hapësira të gjellë për ta, që fëmijët të dalin jashtë të luajnë. Edhe neve kemi pak si shoqëri, si shqiptar, kemi problemi se fëmija të ndytet, të bëhet pis, mos e keni këtë brengë. Makinat larëse ekzistojnë, nuk ka ndonjë problem. Një fëmijë nuk do të rritet pa u bërë pis, por le ta shijoj lojen se loja e zhvillon. Edlira, cili është mesazhi yt për prindërit edhe shoqërinë për këtë ditë 1 qershorit, po edhe në mënyrë të veçantë për fëmijët? Për fëmijët, pikërisht tema t'i lejojnë ta jetojnë fëmijërinë duke mos i ngarkuar shumë, duke mos i bërë presion, duke mos i krahasuar me tjetrin, asnjëherë, pranoje fëmijën tënd ashtu siç është. Pranoj me ndjenjat e vetas, ndjenjat shumë i jep një rëndësi anës emocionale, dhe për qytetin sa më shumë parqe, sa më shumë fëmijë të lirë, të vrapojnë, të luajnë, të gëzohen edhe ta shprehin çdo gëzim, çdo mërziti, çdo ndjenjë që e kanë brenda vetës. Po, mos të kurim ndjenjat, se është pengesë pastaj kur jemi të rritur.
Edlira, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e emisionit ditës sotme, pikërisht për ditën ndërkombëtare të fëmijëve edhe për trajtimin e kësaj teme mjaft në rëndësi. Shumë faleminderit nga ana jote, edhe kam shumë të rëndësishme t'ju uroj të gjithë fëmijëve një qershorin. Çdo ditë është e fëmijëve, por një qershori është një datë e rëndësishme të shoh sa më shumë fëmijë të gëzuar rreth meje, por sidomos në Kosovë kam shumë dëshirë të shoh fëmijë të gëzuar dhe prindër që të kujdesen për lirinë e fëmijëve, shkolla të kujdeset për lirinë e fëmijëve dhe kështu sa më shumë fëmijë të lumtur të shoh në vendin tonë, po edhe kudo në përbot. Edhe kudo në përbot, se nuk është e mjaftueshme. Edhe në vendit, unë kam pas si një pikë synim edhe t'i ndihmoj të gjitha vendet, edhe vendet që janë shumë më pak të zhvilluara se Kosova, por edhe Kosova po hin në vendet jo shumë të zhvilluara dhe është sa më shumë fëmijë të lumtur. Faleminderit shumë, Edlira. Të dashur dëgjues, jemi në përfundim të këtij emisioni kushtuar fëmijëve, t'i lejojmë ata ta jetojnë si që duhet fëmijërinë e tyre, e në mënyrë të veçantë dëshiroj t'i uroj të gjithë fëmijët kudo që ndodhen në botë, por edhe fëmijët në vendin tonë, gëzuar një qershorin ditën tuaj, e qofshin fytyrat tuaja gjithmonë të lumtura e të buzëqeshura. Ndërsa për ju prindërit, edukatorët dhe gjithë ju që merreni me edukimin e fëmijëve, mos harroni se çdo fëmijë ka të drejtën të rritet i lirë, të rritet me dashuri, siguri, respekt dhe gëzim. E këtë më së miri mund t'u ndihmojmë ne, duke u përpjekur që të jemi për krahja e tyre në çdo ditë jetës tyre, duke u mundësuar ta jetojnë fëmijërinë e tyre ashtu siç duhet. Rritemi shumë shpejt edhe kur rritemi mos pendohemi që nuk e kemi jetu fëmijërinë ashtu siç ne kemi pasur dëshirë. Prandaj le të punojmë më për kushtim dhe më dashuri për fëmijët tonë, të cilët janë e ardhmja e çdo vendi. Dëshiroj t'i uroj edhe të gjithë ata fëmijë të cilët janë duke kaluar në kohra të vështira, sidomos kohë të luftës, kohë të varfërisë, që edhe ata një ditë sikurse të fëmijët të tjerë të gëzojnë edhe ta jetojnë lumturinë e tyre, gëzimin e tyre, fëmijërinë e tyre dhe të festojnë së bashku me të gjithë fëmijët të botës në paqe e dashuri. Kudo qofshi hiri i Zotit tonë Jezu Krishtit, qoftë me ju.